Maqedonë kanë dalë me statuse se u pengon hana këto që e kanë vonë për Ramazan. E këmë dhamë unë komenti këto, shkape ngodik për gjonë këtë Shqip, Sërbisht, këto duhet drejt zarmin nuk. Nëma këto shka kur gjonë ngodicit, këto duhet drejt benzinin në hajtë. Këto shka kur gjobe ngodik këto, shka ka ngodik këto ministri e ki. Kitë hajdut, ka konte, te ka dalë të ki, qetri atë qaja. Gjinau për këto të folish, jo ti për krash. Kjo dukuri ka qenë edhe më para. Po mas shumë të i paraqitet kur vjen kjo sistemi i kur i votojnë. Vëmëron, kështo për herë paraqiten këto gjonat. Këto gjona janë negative, për mendimin tim nuk pengojnë ti çka pengojnë ato. Ato janë simbole që mendoj se nuk pengojnë. Ne mislimo uopšte, ama to da bude so reciprocitet, pošto mi smo mešano naseljenje. Kako će se osjećate vi je samo da ima jedan znak. Isto to i mi je. Naši od simbol je krstot. Ne može da se menimo. Ne li je naši od simbol krst? Pa zato rekao, to je sve ubo, ama da bude mešano, pošto ne ste samo vi u gradu. Ne li je tače? Pa dobro, ja sam jedna od postarite generacije, stara tetovka sam. Lošo mnogo. Se živelo mnogo ubo u teto. Od uvek bilo tetovo mešano. I se živelo ubo, ama ova сега što se dešava je sve od novata generacija. To ne od nas. I je lošo. Sve što se dešava, sve se dešava preko novine i preko vesti. Mene uopšte ne mi se sviđa. To nema potreba za nikakva govorna omrza. Naviknuti smo se živimo jedni su drugi, a ne pokraj drugi, tako da nema potreba da imamo takve misli na jedni kon drugi. Ja živim u zgrada kao što sa site skoro muslimani, živimo prekrasno i tako da nema nikakve probleme. Si čestitamo praznik сега za Ramazan, oni nam na Velikden i tako. Mendoj se ajo gjuhërrejtjes është e iniciuar nga qarke caktuara që duan vetëm të destabilizojnë këtë tolerancë ndërfetare që ne gëzojmë në qytetin e Tetovës, por edhe më gjerë. Unë mendoj se komuna e Tetovës me zbukurimet dhe dekorimet e saj për festat caktuara fetare dhe kombëtare duhet të pasqyroj realitetin ndërfetar, ndëretnik, ndërkulturor në Tetovë. Për rastin konkret, zbukurimet për muajin e shenjtë Ramazanit janë vendosur po në atë kohë kur kanë qenë duke u hequr zbukurimet që kanë qenë për festet e fundvitit, më konkretisht festën e Krishtlindjeve dhe ndrimit të motpotëve, kështu që nuk ka asnjë lloj hapësire për të keq interpretuar këto veprime. Prandaj dua të ritheksoj se në Tetovë ekziston një tolerancë shembullore ndërfetare dhe nuk duhet të ulëm hapësirë komenteve të këtilla.